a duhet mbyllet TikTok-u? Jo, nuk duhet të mbyllet TikTok-u dhe jam shumë kundër për mbylljen e TikTok-ut. Mendoj që TikTok-u ka ofru miliona njerëzve që të shprehin kreativitetin edhe idetë të tyre, gjë që platformat e tjera edhe Instagrami po që unë mendoj për kundër teje, mendoj që Instagrami është më shumë biznes se sa TikTok-u. TikTok-u është më shumë shprehje kreativitetit edhe dim që shumë njerëz kanë thurë sukses me TikTok edhe kanë bo histori suksese. Për shembull, kemi edhe shembullin më të mirë është Kabilem, kështu quhet, mos gabofsha, është një histori suksesi që ai ka kriju përmes TikTokut, në kohën që ai nuk e ka pas asnjë cent në xhepin e tij, edhe që e ka largu në kohën kur e ka largu prej punës, edhe ka qenë në kushte të mjerueshme, po që me një video në TikTok duke shpreh kreativitetin e tij veç me duar, pa fol fare, ai tash i ka bë milionat edhe po ashtu shfaqet edhe në shumë momente ku bën edhe bamirësi. Do me thonë ka qenë histori suksese dhe story suksese. Instagrami ma shumë është përdor për si biznes. Po që mos të harrojmë që shë cekje dhe Redione, më falni. Redione, si që cekje, tha që faktikisht edhe disa njerëz i lanë edhe pa punë, sepse tash këtu jam pak kundër. Njerëzit që i kalon punët edhe profesionit e tyre edhe ju kanë përkushtu taman TikTokut. Po që në anën tjetër, pse jam kundër mbylljes së TikTokut, pse duhet ne me mbyll një platformë për me eduku njerëz, për me eduku prind. Pse duhet të edukojmë prind përmes mbylljes së një platforme. Nëse edukimi këtu, s'është respektimi rregullash. Çfarë respektimi rregullash? Për shembull, në TikTok ti mundesh me hy live. Po njëjtë kur s'ka ekzistu TikTok-u, ke hy live në Instagram, ke hy live në Facebook. Jo, po nuk e bërë seks në Instagram live. Po ashtu, në Facebook... Nuk e bërë seks në Instagram, më falë. Po pra, kjo është problemi pra, që këtu ke njërë, se në TikTok në të prende akte pornografike. Po që ato që... Nuk e pëndut një tu. Po që ato kanë reagu me njëherë dhe janë mshirë. Pra, sikur që është mundesh... Urna? Po jo pra se kjo është ke publike, nuk ka asnjëra adim të sociale. E kemi rastin e Facebookut. Ka qenë një challenge kohë më parë që ka qenë balena blu. Që shumë fëmijë kanë pësu prej atij challenge. Pra ka qenë Facebooku i cili e ka promovu këtë balena blu. A duhet në mbyll, a dash në mbyll Facebooku? Platforma merr masa. Se ky challenge nuk ekziston më. Dhe ky është problemi që aktualisht nuk është njerëzit tu në Shqipëri, se kush bërë një sondazh dhe një 75% e prindërve kanë votuar për mbylljen e TikTokut. Pra nuk është që tu, kjo është dëshira e një personi. Se ka votuar për mbylljen e TikTokut kur prindrit munden mos me lon fare edhe une e kisha sugjeru çdo prindi mos me lon fare as telefon fëmijët të tyre. Se le më me përdor këto platforma, po që pse duhet me eduku na